Doktor, cilat janë sukseset që i kemi pasur si klinikë në trajtimin e kësaj sëmundje? Po mirë, na kemi filluar diku nga viti 2020, kemi siguruar me alteplaz, sidomos pra janë dy mënyra të trajtimit. Është njëra që bëhet përmes trajtimit intravenoz me përdorimin e një medikamenti që quhet alteplaz, i cili ka për qëllim që në mënyrë kimike do të ta shkrijë trombin, i cili ka mbylljen e gjakut. Metoda tjetër është që atë tromb ta tërheqim në mënyrë mekanike përmes të kateterëve të cilët futen në mënyrë intervente përmes kolegëve tonë të neuroradiologjisë. Me të dyjat jemi duke shkuar paralel tani, varësisht cili ka indikacion për këta dhe për ato. Rezultatet në përgjithësi i kemi të mira në përgjithësi, po flas sidomos kur janë në kohë, do më thonë më atëhershme. Pra kemi vrejt ato që kur ata që kanë ardhur në orën e parë ose dytë ose para orës 3 rezultatet janë më të mira se sa ata të tjerë. Se tash kufiri është deri në 4 orë gjys, kurse për trombektomi shkohet deri në 6 orë. Mirë, po për të gjitha prej këto, sa më herët që bën, rezultatet i kemi pas më të mira. Kështu që jemi të shpresu që do të kemi do të thotë një organizim ashtu më të mirë në përgjithësi shëndetësor, po dhe vedisim të popullsisë që në momentin që vren shenjat e para sa më përpara të vinë tek ne për shkak se rezultatet e na do të kemi më mirë. Do të lehtësohet trajtimi i këtyre pacientëve dhe fitojmë rezultatet maksimale që mund të fitohen varësisht prej diagnozës. Po pas kësaj vjen edhe rehabilitimi i këtyre pacientëve. Po. Sa i rëndësishëm është? Rehabilitimi po, është shumë i rëndësishëm për shkak se trajtimi ka ato orët e para. Do të thotë ose vendosja e diagnozës dhe trajtimi ditët e para. Mirë, por rehabilitimi është afatgjatë. Edhe është vërejtur që për shkak të mundësive të trurit, një plasticiteti që ka rezultatet e rehabilitimit janë shumë të mira, mirë po që dojnë durim sepse nuk shihen rezultatet maksimale për një javë ose si shkojnë nga një herë do të bëjmë terapi fizikale 7 ditë dhe ditë edhe nëse s'ka përmirësim atëherë të heqim dorë. Jo. Rehabilitimi zgjat, rezultatet vren brenda 3 muaj, brenda 6 muaj duhet të maten. Pra nuk duhet të heqim dorë prej kësaj, pavarësisht që përmirësimi do të jetë 5%, 10% diçka mirë, po ndryshe është një pacient që mbetet në karrocë ose në shtran, ndryshe dikush që çohet të lëviz, po lëviz me një pateric. Do të thotë na po luftojmë për një mirëqenie të popullsisë dhe të sigurojmë do të thotë që çdo pacient të jetë në gjendje sa më të mirë, edhe nëse ndërkohë në gjendje normale, mirë po dallon edhe ai që mund të kujdeset për vetveten e vet ose që ka nevojë që dikush të kujdeset për ta. Pra çdo herë nuk guxojmë që të dorëzohemi, do të thotë rehabilitimi duhet të zgjas edhe rezultatet janë të mira, vetëm që do ndurim.